Kushtoj që vjerat e Gjakovës janë shtira është gënjeshtër. Unë kaloj shumë mirë me vjerën tamë. Edhe me vjerin, janë të mrekullueshëm. Janë të dashur, janë të mirë, më kanë mikprit. Nuk më me ta shpjegu, edhe ata kanë ditë qatë shumë për profesionin tamë si aktore, për teatrin, kanë ditë në ashtasane shumë se unë. Edhe më vike mirë se më isha me zhvillu bisedat ndryshme me ta. Po foli për fillim se ta është normal që është halo ma letë. Po e kam një raport shumë të mirë me ta. Shumë mirë me ta, aja kim su ta vjatin që thojnë, edhe nej trek Gjakovës jam ki marrë aty në për... Që ta tregojën e ty? Shkova në shpi, mas jo martu javën e dytë kam shku në shpi, si bi kësa here. Bi. Edhe tash prap është dash në që me i bukrit punë të shpis. Edhe tha, të vjeria jam ashtu, sta herë shkoj nuk është që mblojnë me bo diqka. Kështu që, thash a diqka, kër shkova në shpe, unë e përshke porrit e vjeria jam, se s'po njën kur gjë me bo, këtu me bo krejt punë, atje porrit si princesh. Kështu që është e kondër ta. E unë nuk jam mësu, kur shkoj dikon, gjithmonë qona dhe pse musafir. Me bo një diqka, një gotuj një, a diqka do, plus kur jenë nuse, pritët prej temas shumëte. Edhe, ja kom tregu në shpe këtë dukuri që bëndodh ka anë e Gjakovës, që s'pilojnë nusët me bo kur gjofi mojnë shumë mirë. Se ka na, do të gjithmonë nusja me u qumin bukrit sanët, me bo atë hyzmetin që thojnë. Edhe u konë tepër interesant për mu se s'm gallim kur gjë me bo dhe halash që ashtu. Edhe gjithmonë po shkojt e vjerria, zvi më këto, vi rini orë edhe këthejnë atë ata se kur gjobre s'm lojnë me prek. E pas këni farë pushini prej vjerris, po ta jatë kanë qësti me do. Ose nashta kjo është veç fillimi. Masa ne do të më qo? Me të thonë, hajde që t'jellë kapak një ma. Ja, s'ka shansë, për një menë shumë të mirë. Se di, Gjakovarët e kanë zemrën tamë. E kanë, po, normalja kjepë edhe zemrën e Po. Kështu me marrë dorë 2000 adalo, ma i ki qef këto, do mi bo? Jo s'ko marrë dorën dikujt hala. S'di, po s'bësej që është najfarë procedure me marrë një dorë. 2000 adalo ma jo nuk më pëlqenë, nuk kam i vesh najherë. Edhe fatmirësisht nuk e kam as vjerin që më detyrojnë me bo diçka të tillë.